Kanceri testikular hyn tek tumoret që ne i shohim rrallë në popullat, megjithatë tepërisht shpesh te grupmoshat 15 deri në 35 vjeç e meshkujve. Nga viti në vit shifrat kanë ardhur në rritje dhe sipas specialistëve, përveç riskut që vjen nga faktori gjenetik i trashëgimisë familjare, faktorët e tjerë të drejtpërdrejtë është konsumi i kanabisit dhe stili i jetesës. Rastet e reja në Shqipëri me kancer testikular variojnë diku te 50 raste në vit. Faktorët e riskut të lidhur me kancerin testikular janë kriptorkidizmi, që është dhe faktori më i shpeshtë, pra mosbritja e testikujve në skrotum para lindjes, histori familjare, faktor që vijnë nga ekspozimi, për shembull ekspozimi prenatal ndaj estrogjenëve apo ekspozimi përgjatë jetës ndaj pesticideve të ndryshme. Për shembull është parë që konsumi i kanabisit mund të rrisi riskun për zhvillim të një kanceri testikular. Sipas mjekëve, kanceri testikular hyn tek tumoret më të trajtueshme me 98% të rastit, por shqetësues për bluzat e bardha mbetet stigma në shoqëri për kontrollet periodike në diagnostikim të hershëm. Ato që shohim ne në Shqipëri është stigma, padyshim. Pra, djemt janë jo shumë të prirur për të ardhur në stadiet e hershme të sëmundjes. Djemt duhet bëjnë një vetë kontroll mujor të testikujve për të parë për prezencë të masave të pazakonta. Problematika më e madhe që vjen nga kanceri testikular mund të jetë mundësia për të bërë baba, dhe për këtë mjekët e kanë një zgjidhje. Terapitë të cilat përdoren për trajtimin e kancerit testikular, pra kimioterapia, rezatimi, kirurgjia, të gjitha kanë një ndikim në fertilitetin e pacientëve. Ndaj është shumë e rëndësishme që para fillimit të çdo trajtimi për një kancer testikular të diskutohet me pacientin mënyrat e prezervimit të fertilitetit. Dhe në këtë mënyrë kemi mundësi që pas trajtimit të kancerit testikular, që thamë që ka dhe norma shumë të larta të shërimit, pacientët i rikthehen një jetë krejt normale edhe për planifikimin e tyre familjar. Përveç simptomave klasike që mund të jetë një dhimbje ose ejtje testikulit, mjekët këshillojnë që mos të neglizhohet një dhimbje mesi apo një dhimbje në fund të barkut, pasi mund të çojë në diagnostikim të kancerit të testikulit.